bashkë me kryeministrin Albin Kurti gati 2 orë, nëse jam e saktë apo jo, dhe në fund nuk është se ka diçka konkrete sa i përket zgjidhjes së kësaj çështje. A keni shpresë se do të arrihet një marrëveshje politike ashtu siç edhe kërkohet për të arritur një emër i cili do të ishte konsensual dhe do të përfaqësonte të gjithë? Për sa për LDK-n e kam bindjen që kam me punu edhe kam me bashkëpunu në fakt për me gjetë një president edhe për me shmangë zgjedhjet. A sa për parti tjera nuk muj me thonë, sidomos me qenë se varet prej ti mas shumëti, prej kryeministrit Kurti, nuk muj me komentu qasin e ti, si pas me qasja e ti është, së po them, destruktive, po është stagnuse, po kjo mbetet në vetëdijsimin e këtij veni, se kush është kush po punon për të ardhmen, edhe kush thapi a dënë të mirën këtij vendi. A kalon presidenti ka zyret e LDK-s se ka mbetur edhe si thënie kjo? Jo do e mos. Jo do e mos? Jo do e mos. Me këtë herë për shembull, mundet mos zgjidhë edhe pa LDK. Pa LDK. Tash o kolegu Lutfi Aziri, unë ke di për sigurisht e ka pas fjalën për konat kalume, po matematikisht këtë herë mundet me dhe mos me kalu presidenti ka LDK. Në fakt, numrat është vërtet që nuk janë, pra duhet ashtu të paktën siç është thënë një marrëveshje mes 3 partive politike në këtë rast VV, LDK dhe PDK për të arritur numrat që duhen, sepse duhet se ata numrat e premtuara